Mjeku çudit botën. Digjni 3 gjethe dafine çdo mbrëmje dhe nuk do të vuani më nga ky problem. Dafina është një bimë aromatike e cila duket si një pemë ose shkure me gjelbërim të përjetshëm, tek e cila janë atribuar gjithmonë pasuri të rëndësishme përfituese. Për ata që mendojnë për studimet e tyre klasike, keni kujdes. Nuk është çudi që kjo bimë të jepet edhe për përdorime të tjera. Në fakt, nëse qytetrimet e lashta e konsideronin atë të shenjtë, do të ishte më realiste për përfitimet e saj shëndetësore sesa për çështjet e saj të mençurisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në veçanti, duke djegur gjethet e dafinës në shtëpinë tuaj, do të merrni këto përfitime sipas Brightside. Fuqizoni sistemin tuaj imunitar. Dafina përmban gjithashtu eugenol i cili ka veti antioksiduese të cilat së bashku me ushqyesit e tjerë mbështesin sistemin imunitar. Dafina parandalon luhatjet e sheqerit në trup. Konsumi ditor i dafinës ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit edhe në parandalimin e diabetit të tipit 2, falë vlerave antioksiduese dhe antiinflamatore që ajo përmban. Dafina do të largojë problemet të ankthit. Tymi i prodhuar nga gjethet e djegura të dafinës do të lirojë në komponente të tilla si linalol, i cili nëse thithet zvogëlon nivelet e ankthit stresit në vetëm 10 minuta, duke qetësuar kështu trupin dhe mendjen tuaj njëkohësisht. Përdorimet të tilla të dafinës do të çlirojnë gjithashtu nivelet e rrugëve të frymëmarrjes. Zhytja e gjethteve të dafinës në ujë të nxehtë dhe qëndrimi sipër avullit të tyre kur ziejnë mund të zvogëlojë mukozat në gëlbaz dhe të lehtësojë frymëmarrjen tuaj. Gjethet e dafinës janë fantastike edhe për ata persona të cilët duan të zvogëlojnë inflamacionet në trupin e tyre. Dafina ka aftësi të mëdha për të zvogëluar inflamacionin. Kjo falë përmbajtjes së eugenolit të saj, duke dhënë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Dafina do të rrisë vigjilencën mendore. Nëse tymi i gjethteve të dafinës ka një efekt qetësues, ai në të njëjtën kohë ndihmon për të zgjuar trurin në sajt të përmbajtjes së saj kimike dhe elementëve ushqyes. Prandaj është një ndihmë shumë e rëndësishme kundër lodhjeve kronike dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përdorimet të tilla të dafinës do të jenë fantastike në shëndetin tuaj. Dafina do të rrisë edhe vetëdijen. E dobishme gjatë meditimit dhe jogas, falë vlerave qetësuese dhe zgjimit të mendjes. Dafina ndihmon në predispozitën për arritjen e një gjendje të mirë të vetdijes. Ndoshta deri më sot ju i keni përdorur dafinat sidomos në kuzhinë për të përgatitur gatime të shijshme. Por tashmë është momenti që të merrni disa gjethe në dhomën e ndenjes dhe në të gjumit, për të shfrytëzuar kështu plotësisht potencialin e saj ushqyes dhe për të mbajtur larg komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Dafina është një bimë që mund t'japë shumë përfitime, si në gatime, ashtu edhe në shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë ndryshe nga çdo erëz ose barishte e thatë që mund të keni në kuzhinë. Në çdo gatim të gjitha erëzat dhe barishtet e tjera përdoren për konsum deri në fund, ndërkohë që gjethet e dafinës duhet të hiqen nga ushqimi përpara stërvirjes. Gjethet e dafinës janë të pasura gjithashtu me përbërës bimor, vitamina minerale të vlerave të larta. Qytetrimet e lashta e përdorin atë edhe për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Sipas Brightside, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të ofrojë dafina në shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë efikase për lehtësimin e llojeve të ndryshme të luhatjeve të sheqerit. Ato do ta ulin atë për sa kohë përdoren në mbikëqyrjen e një eksperti. Kështu ndikimi që do të ofrojnë në organizmin tuaj do ta shndrojnë atë në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese dhe menaxhuese të situatave tuaja. Konsumi rutinor i gjethteve të dafinës do të ndihmojë në lehtësimin e komplikacioneve kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trupin tuaj. Sigurohuni ta përdorni atë në mënyrë natyrale dhe gjithashtu antioksidantët që përmban dafina do të rregullojnë funksionet edhe do të mbajnë efikas shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë një lehtësuese shumë e mirë e problemeve tuaja të tretjes. Gjethet e dafinës do të shmangin çrregullimet në këtë sistem. Nëse pini çaj dafine mund të luftoni aciditetin e lartë të stomakut dhe të zgjidhni problemet gjithashtu me lëvizjet e çrregullta të zorrve.
Gjethet e dafinës përmbajnë enzima të cilat mundësojnë edhe shpërbërjen e proteinave dhe rrjedhimisht ato janë një zgjidhje e shkëlqyer për dietat jo vegetariane. Merrni të paktën 5 gram me gjethe dafine, shtoni xhenxhefil dhe i zjeni në 200 ml ujë, derisa të mbetet të paktën 1/4 e ujit. Shtoni mjaltin dhe pini lëngun të paktën 2 herë në ditë. Edhe sistemi juaj kardiovaskular do të përfitojë ndjeshëm nga gjethet e dafinës. Fitoushqyesit që gjendet te dafinat janë një mburojë shumë e mirë kundër sëmundjeve tuaja kardiovaskulare. Këto gjethe përmbajnë substanca siç janë ato rutin, acid kafeik dhe fitoushqyes të cilat forcojnë shëndetin e zemrës dhe përmirësojnë edhe funksionet e saj. Ata që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ankthi duhet të zjejnë 3 gram me gjethe dafine, 3 deri në 4 lule trëndafili tegër në 300 ml ujë. Lëngu duhet të zihet derisa të mbetet 75 ml e tij, të kullohet dhe të pihet sipas nevojës. Gjethet e dafinës janë një ndihmë shumë e mirë edhe për ata persona të cilët kanë probleme me infeksionet dhe ftohjen. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit, gjithashtu edhe të gripit. Në rastet kur vuani nga problemet e frymëmarrjes, zjeni 2 deri në 3 gjethe dafinë në ujë, lini të ftohen për 10 minuta. Zhytni një nap në lëng dhe më pas e vendosni atë në krahëror për të çliruar nga bllokimet e shkaktuara nga i ftohti, kolla dhe virozat. Gjethet e dafinës janë efikase në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Për sa kohë ato përdoren me kujdes dhe në formën e tyre natyrale, efektet e tyre në shëndet do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Përfitimet të tilla të gjetheve të dafinës do të luajë një rol vendimtar pozitiv në organizmin tuaj dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjethet e dafinës do ju ndihmojnë të arrini një gjumë më cilësor. Nëse konsumoni gjithashtu gjethet e dafinës nëpërmjet çajit, përpara fjetjes do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj do të ofrojë lehtësime të duhura në shëndetin tuaj dhe do të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Gjethet e dafinës janë një ndihmë efikase edhe për ata persona të cilët kanë probleme me veshkat. Gjethet e dafinës janë të mira kundër infeksioneve edhe problemeve të gurve në veshka. Zjeni të paktën 5 gram me gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e tij. E kulloni lëngun dhe pini 2 herë në ditë dhe do të parandaloni këto komplikacione. Gjethet e dafinës janë efikase gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës, edhe mund të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Gjethet e dafinës largojnë stresin nga lëkura dhe parandalojnë gjithashtu shfaqjen e njollave dhe të rrullave. Hidhni 5 gjethe dafine të thata në 2 gota me ujë, zjeni lëngun për 2 minuta në një çajnik të mbyllur, hidheni lëngun e zjerë dhe mbani fytyrën sipër enës duke mbuluar kokën me peshqir. Avulli do ta lehtësojë lëkurën nga problemet e akneve dhe pikave të zeza dhe kështu do ta keni më të lehtë ta mbani atë më të shëndetshme dhe pa probleme të papastërtive. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë ynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B, vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për shikimin, por edhe për mbrojtjen kundër problemeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve si bakri, potasi, kaliumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është e mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë si diuretike, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore, duke mbajtur larg komplikacionet në organizmin tuaj. Ato do të qetësojnë gjithashtu edhe stomakun e trazuar. Dafina do të lehtësojë problemet e frymëmarrjes dhe mund të jetë një ndihmë vërtet efikase në situatat tuaja. Dafina mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar gjithashtu kundër problemeve tuaja të frymëmarrjes. Atë mund ta përdorni edhe në formën e vajit për të marrë përfitime të duhura dhe për të lehtësuar komplikacionet që i kanosen trupit tuaj në këto situata. Gjethet e dafinës kanë një impakt të gjerë pozitiv në shëndetin tuaj dhe si të tilla mund të luajnë një rol pozitiv në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Siguroni ta përdorni me kujdes. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesve të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përfitimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.